tourists and we feel welcome here in Albania. Jemi turistë të huaj këtu dhe ndihemi të mirëpritur jashtë masën në Shqipëri. And we think it is a very beautiful country and it must stay like it is now. And not Albania is not for sale to... Shqipëria është një vend I bukur, I cilin na ka transmetuar vërtet shumë gëzim dhe Shqipëria nuk duhet të jetë një vend në shitje. Bravo! Like the country of Albania, it is like it is now, and not the proposition for your president, I think. Thank you. Just a way. Ata vinë Shqipëri është natyra. Natyra E virgjër për cilën Busy with the protesting is very good, very peaceful. How it is good. The country must be exist the nature with the beautiful flamingos, etc. So that is our. E kemi parë se ky ortek filloi me një grusht dëbord dhe me një herë të lehtë. Dihet se si përfundon orteku. Ky I ka nisur dhe I ka bërë sapet pa anxhin. Ka disa kohë që Sorollatek rreth kryeministrisë dhe mendon se shpura e tij me ata 83 mandate sa ka, një pak se sa është numri I atyre të cilët mbarojnë studime dhe nuk kthehen më në Shqipëri. Sa është numri I lindjeve tepër I pak, sa është numri I vdekjeve dihet shumë mirë. Kjo do të thotë se ne nuk jemi pak këtu. Ne jemi pak sepse Shqipëria është zbrazur nga një klasë politike e korruptuar, nga një kastë e cila prej 35 vitesh e më gjerë ka prodhuar vetëm rëmuj, ka prodhuar vetëm korrupsion, ka prodhuar vetëm nepotizëm. Në këto kushte nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se ne të përfaqësojmë shpirtat tanë të lirë, dinjitoz dhe demokrat jo në kuptim politik, por jemi ata të cilët kanë dashur që të kërkojnë ndryshimin dhe të prodhojnë diçka në këtë vend. Nga ana tjetër, e shohim se çdo fëmijë kur lind doktori thotë mirë se erdhe në jetë, kurse qeveria I thotë urdhëro të borxhin 5.000 euro prej taksave dhe tatimeve që timi dhanë. Ndërkohë që jemi një vend me resurse të panumërta, jemi një vend I cili ka detin, ka portet, ka naftën, ka pasuritë minerale, ka turizmin dhe është I vetmi vend në botë I cili jo vetëm nuk fiton dhe nuk prodhon taksa nga koncesionet e shumë dhuruara, por jemi vetmi vend I cili nuk merr as taksën e infrastrukturës apo taksën e zhvillimit për të gjitha koncesionet në emër të oligarkëve. Tourists and we feel welcome here in Albania.